Presidentja e Kosovës pranon ftesën e Trumpit për të qenë pjesë e bordit paqes për Gazën. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, njoftoi mërkurës se ka pranuar që vendi të jetë pjesë e bordit paqes për Gazën pasi mori ftesë nga udhëheqësi amerikan Donald Trump. Me krenari të madhe kanë pranuar këtë ftesë personale të presidentit Trump, tha Osmani për media. Ai shtoi se Kosova, sado e vogël, mund të jap kontribut të madh në realizimin e këtyre synimeve. Jam duke punuar afër me shtëpinë e parë që kontributi ynë të jetë konkret dhe domethënës. Bordi i paqes, i themeluar në fund të vitit kaluar sipas planit të Trump për Gazën, synon zgjidhjen e konflikteve globale. Ky bord pritet të mbikëqyrë udhëheqjen e rripit të Gazës pasi Shtetet e Bashkuara ndërmjetësuan një marrëveshje armëpushimi mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Washingtoni dhe Bashkimi Evropian. Më herë gjatë ditës, Osmani shkroi në Facebook se kishte marrë një ftesë nga Trump për të qenë pjesë e këtij bordi, informoi Radio Evropa e Lirë. Jam thellësisht e nderuar nga ftesa personale e presidentit Trump për të përfaqësuar Republikën e Kosovës në bordin e paqes si anëtare themeluese krah për krah me Shtetet e Bashkuara në misionin për një botë më të sigurt, shkroi Osmani në Facebook. Osmani tha se udhëheqja e guximshme ndërton paqe, nuk flet thjesht për paqen, dhe kjo është sipas saj pikërisht ajo që po bën presidenti amerikan nëpërmjet kësaj iniciative historike. Presidentja kosovare tha se SBA solli paqen në Kosovë dhe Kosova sot është aleate e palëkundur e saj për të çuar paqen. Më tej 3 muaj më parë, Izraeli dhe Hamasi u pajtuan për armëpushim, por që atëherë palët kanë këmbyer akuza për shkelje të këtij armëpushimi.